Rrugtimi i reportazhit ma Pikturo ëndrrën është duke vazhduar edhe më tutje në për shtëpitë e bukura të Kosovës. Kësaj radhe do të prezantojmë shtëpinë e Besim Mehmetit nga Prishtina. Kjo shtëpi moderne është ngjyrosur me ngjyrë krem dhe ngjyrë qumshti, ngjyra këto të përdorura me kujdes të veçantë në pjesët e shtëpisë. Ato të cilat këtë shtëpi e bëjnë të duket edhe më të bukur janë taracat e shumta dhe mjaft të mëdha. Në këtë shtëpi janë gjithsej 6 taraca. Përveç kësaj, edhe dritarët janë menduar të jenë më të mëdha se dritaret e zakonshme, në mënyrë që ndriçimi natyror të jetë më i pranishëm edhe në pjesën brenda shtëpisë. Kopshti i kësaj shtëpie përbën edhe një element tjetër i cili nuk bën të lihet në harres. Edhe pse jo një kopsht shumë i madh, është një ambient mjaft i përshtatshëm për qëndrim ditor dhe për të kaluar qaste të mira gjatë ditëve të ngrohta të verës. Sa për këtë kopshtit jo e demet, është koha hala me shi, hala nuk këna mbjellë kur prej pak. Veç sa këna fillu mi blej ato lullet për dekor për terasa. Plani i shtëpisë kjo është bo bashkëpunim me babën edhe me familjen, me gruan edhe me djemt. Këna dhënë propozime për fasada arkitektit, cilin e kam edhe shok edhe me këtë mirë. Shtëpia numëron 6 terasa, këto janë të bëme për shkak të dhomave, çdo dhomë ka dalje në terasë, do thotë me pas një privatësi çdo dhomë ose çdo fëmijë ose çdo person këto që banon, po më nej djemt edhe qikat, i shfrytëzojmë, maksimum i shfrytëzojmë. Kur kemi kohë lirë, normal që i shfrytëzojmë edhe mysafirët kur vinë kanë qef me pas pamjen, ka gjelgrini, ka bari, ka kopshti, i shfrytëzohen maksimalisht, kur jemi të lirë normal. Ndërsa para hyrjes së shtëpisë do të bie në sy muri i veshur me qeramika të cilat të japin përshtypjen e burrë dhe origjinal. Nga eksterieri i kësaj shtëpie vazhduan për të parë interierin e saj. Brenda na priti e gjithë familja Mehmeti, të cilët ishin vendosur në dhomën e ditës, aty ku edhe priten mysafirët. Ndërsa prezantimin e interierit të kësaj shtëpie do e filloj me këto shkallë të cilat kanë dizajn të veçantë të punuar me dru dhe alumin. Ndërsa nga këto shkallë të cilat e ndajnë dhomën e ditës me kuzhinën, vazhduan për në pjesën të cilën kjo familje e shfrytëzon më së shumti për qëndrim gjatë ditës. Është kjo hapësira e cila është e mobiluar me mobilje të prodhuara në Gjermani.
Dhoma e ditës në këtë shtëpi është e ndarë në 2 nivele, ndërsa mobiljet e të 2 anëve janë në ngjyrë të zezë. Ai që nuk ka munguar në shumicën e shtëpive të gjiruara deri më tani është kamini. Duket se ky element në shtëpitë e bukura të Kosovës është i pashmangshëm. Pjesa ku është e vendosur kamini është e punuar me gur origjinal dhe i jep një frymë më të ngrohtë këtij ambienti. Ndërsa televizori në këtë dhomë të ditës është i vendosur në një komodinë të bardhë, brapa të cilit është i vendosur një tapet në ngjyrë të zezë me një dekor të brendshëm me lule. Edhe kjo fontanë e brendshme është e blerë në Gjermani dhe është e vendosur në mes të 2 pjesëve të dhomës së ditës. Suvenirët janë pjesë e rëndësishme e dekorit të kësaj shtëpie. Kryesisht krejt çka është punu mrena, është punu bashkëpunim me familjen, me babën, me bashkëshorten, me fëmijët e mi, me djemt, vajzat, do të thotë jemi ulë, kemi bisedu çka po na pëlqen, çka edhe çashtu kemi bërë zgjedhjen edhe çashtu kemi ardhur për fundim që kjo po na pëlqen, çështu edhe faktikisht po na pëlqen, edhe është për neve është mirë. Dritarët janë prodhim vendor, janë me një izolim pak më të avancuar. Janë me 3 palë xhama, do thot me 3 shtresa të xhamave, janë normal me roleta, do thot mbyllen. Më pëlqen pamja, dumës me kon mrena izolum, më pëlqen natyra, me pa natyrën, edhe pse kjo lagje është e re dhe ka pamjen e mirë edhe normal për shkak ndriçimit, për shkak shëndetit. Sa më shumë me pas ndriçim vendi ku rrihet është më i shnosh, edhe pamja ka rëndësi shumë për mua. Do thot është rreth dritare. 80% e dhomës ditës është ndritare. Nga ambienti për qëndrim ditor i kësaj familje vazhduam në pjesë të tjera të saj. Kuzhina e kësaj familje është prodhim vendor. Edhe në kuzhinë si në pjesën më të madhe të katit të parë të shtëpisë janë përdorur ngjyrat bardhë dhe zi, ndërsa brenda saj kuzhina ka një dizajn të bukur me lule i cili vrehet vetëm nëse shikon me kujdes dhe asnjëherë nuk krijon monotoni në të. Trapezarinë kanë vendosur në një ambient ku ka ndriçim më të madh. Tavolina e ushqimit është e punuar me dru. Tani vazhdojmë për në dhomat e gjumit. E para dhomë që do të ndalemi është dhoma e pronarit. Kjo dhomë është e punuar me dru dhe ka një stil ndryshe nga ambientet tjera të shtëpisë. Në kuadër të kësaj dhome është edhe banjo. Dhoma e djalit të madh të pronarit është prodhim italian. Materiali i mobiljeve është i lëkurës. Ka një dizajn të veçantë të përshtatshëm edhe për ngjyrat të cilat i posedon.
Në kuadër të kësaj shtëpie janë 5 dhoma të gjumit të mobiluara sipas shijeve të personave të cilët i shfrytëzojnë ato. Secila dhomë në këtë shtëpi kanë edhe banjët e tyre. Kjo shtëpi ka gjithsej 6 banjo. Por në katin e dytë të shtëpisë, me qëllim të krijimit të një privatësie më të madhe për fëmijët e tyre, pronarët kanë vendosur t'i rregullojnë edhe 2 dhoma të pritjes për mysafirët e fëmijëve. Kjo ishte shtëpia e bukur e Besim Mehmetit nga Prishtina. E ju miq të reportazhit Ma Pikturo ëndrrën, vazhdoni të na dërgoni propozimet tuaja në fanpage-in tonë në Facebook, Shtëpitë e bukura të Kosovës RTV 21.